Ura mbi lumin mat në rrugën nacionale Lezhë-Milot pritet të hapet për qarkullimin e automjeteve brenda këtij viti. Prej një muaj, ajo po i nënshtrohet rikonstruksionit dhe rreth 60% e punimeve në bazamentin e saj janë kryer, megjithse prurjet në shtratin e lumit kanë vështirësuar punën gjatë ditëve të fundit. Pastrimi pilotave të themeleve, mbrojtja e atyre të dëmtuarave, forcimet e zonave ku ka ndodhur gërryerja, si dhe mbrojtja e themelit të pilës dhe ballit të urës përmes krijimit të një çilimi me bloqe të lidhur gabioni për të parandaluar dëmtime të mëtejshme. Janë ndërhyrjet që po realizohen. Aktualisht po punohet me intensitet shumë të lartë, pasi kjo është një ndërhyrje emergjente dhe afati i punimeve është rreth 2 muaj, është një afat shumë i shkurtër. Dhe ndërhyrja është shumë e madhe pasi janë 32 km mure që do të bëhen ndërhyrje me beton dhe me mure gabion. Ne aktualisht po punojmë në disa fronte pune dhe po punojmë kemi rreth 10 ekskavatora dhe kemi disa grupe pune që po punojnë me fjalë edhe me proceset e mureve gabion edhe me proceset e betonimit paralelisht që të mbarohet sa më shpejt kjo punë. Pas përfundimit të kësaj ndërhyrje, ura mund të hapet, pavarësisht se kjo në aspektin teknik është një ndërhyrje provizore. Banorët e zonës kërkojnë hapjen sa më parë të urës së matit, pasi ka krijuar mjaft probleme në lëvizjen e tyre. Dëshiroj që të mbarohet sa më shpejt, të rikthehet ura në gjendjen e mëparshme, duke i bërë ato riparimet e nevojshme lart dhe duke i vënë edhe ato parmaka tona, se kjo urë shfrytëzohet qysh nga jugu në veri dhe nga veriu në jug Shqipëria. Vërtet ka dhe urë tjetër poshtë, po kjo i herë e para. Për shkak të dëmtimeve të shumta gjatë sezonit veror, autoriteti rrugor shqiptar vendosi bllokimin e qarkullimit në këtë urë që i shërben veriu të vendit. Për rikonstruksionin dhe përforcimin e saj u akordua një fond emergjent me vlerë 107 milion lek. Ura mbi lumin mat është ndërtuar në vitin 1982 dhe ka një gjatësi prej 844 metër, duke u konsideruar një prej urave më të gjata në vendin tonë.